Drejtoresha e Qendrës për Menaxhim me Kriza Suzana Saliu tha se për dallim nga krizat mbinatyrore që nuk janë të menaxhueshme 100%, krizat njerëzore janë të menaxhuara. Ajo foli gjithashtu edhe për vendosjen e Gardhit për Skypikës kufitare. Për dallim nga krizat mbinatyrore që nuk janë të menaxhueshme 100%, krizat që kanë të bëjnë nga njerëzit dhe nga politikat e këqija mund të menaxhohen nga politikat e mira dhe nga njerëzit e mirë. Vënia e Gardhit do të jetë ndoshta masa e fundit që mundet ta ndërmerr Republika e Maqedonisë. Dhe në asnjë moment nuk do dëshironim që të viheshim me një pozicion që të mbështetemi për muri dhe që të mendojmë për një mekanizëm aq të rëndë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jess Bailey në deklaratën e tij lidhur me sulmet e fundit terroriste në Paris tha se kjo është një kërcënim për të gjithë ne dhe se nevojitet koordinim, solidaritet dhe vendosshmëri. This is a threat to all of us. It requires coordination and solidarity and determination. Kjo është kanosje për të gjithë ne, për të cilën nevojitet koordinim, solidaritet dhe vendosmëri. Por e di se do ta tejkalojmë këtë të keqe. Do të vazhdojmë të luftojmë në mënyrë energjike kundër terrorizmit dhe në të njëjtën kohë nuk do të harrojmë të tregojmë ngushëllim, mirëkuptim dhe ndihmë për njerëzit të cilët përpiqen të ikin. Kjo është sfidë e madhe dhe ne do të vazhdojmë me vendosmëri të punojmë në atë që ta zgjidhim. To show compassion and understanding and help to the very people who are trying to escape it. So this is a huge challenge and we will continue to work with determination to resolve it. I'm confident we will. Në këtë konferencë përveç drejtoreshës për menaxhim me kriza Suzana Saliu dhe ambasadorit amerikan Jess Bailey, fjalim mbajtën edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi, ministri i shëndetësisë Nikola Todorov, si dhe ai punëve të brendshme Oliver Spasovski.